Me zhurmën e festave prapanesh, ne shohim përpara drejt një viti të ri dhe një dite të re. Ndërsa po futemi në këtë vit të ri, ku mendoni se do t'ju çojë shtegu që keni marrë? E kuptoni apo jo, ju jeni pjesë e historisë së pazbuluar të Perëndisë. A jeni përgatitur për kudo që do t'ju çojë ky udhtim? Përshëndetje, unë jam David Jeremia. Mirë se vini në moment vendimtar. E po ja ku erdhëm sërish, në prag të një viti të ri, kur duket më së e natyrshme për të bërë plane për të ardhmen. Mbase i quani rezoluta, nëse keni bërë tuajat tashmë, a e keni përfshirë Perëndin në planet tuaja? E dini se si të krishterë, ne padyshim bjem dakord se është gjë e mençur të ftojmë Perëndin në planet tona. Por sa shpesh i bëjmë më parë planet tona dhe pastaj i kërkojmë Perëndis t'i bekojë për pjekjet tona, në vend që me sinqeritet të kërkojmë më parë vullnetin e tij. Ndryshimi mes këtyre dy përqasjeve është po aq dramatik sa edhe i rrezikshëm. Në programin e sotëm do doja t'ju shoqëroja drejt vitit të ri me disa inkurajime nga Jakobi, i cili plot gjallëri na ilustron ndryshimin mes jetës me Perëndin dhe jetës pa të. Prandaj bashkohuni me mua ndërsa mendojmë për pyetjen: çfarë është jeta juaj? Pas pak në moment vendimtar. Ndërsa e fillojmë së bashku këtë vit të ri, dua t'ju bëj një pyetje, unë dua që të mendoni vërtet, seriozisht për këtë. Këtë vit, a do të ndiqni Jezusin apo do t'i kërkoni Jezusit që t'ju ndjek juve? Mund thoni pse duhet që dikush madje edhe ta mendoj që t'i kërkoj Jezusit që ta ndjek atë? Ne bëjmë këtë gjatë gjithë kohës. Ne bëjmë planet tona dhe pastaj themi: Zot Jezus, a do ta bekosh këtë? Kjo është ajo që do të bëj dhe do të ishte vërtet bukur nëse ti do t'i buzëqeshje kësaj. Kjo është ajo që kam vendosur për këtë vit të ri dhe do doja pëlqimin tënd nëse se ke problem. Në thelb ne po themi: Jezus, unë dua të bëj atë që dua të bëj dhe dua që ti të më ndjekësh mua me bekimet e tua. Ne kemi një zgjedhje për të bërë çdo ditë, por veçanërisht në fillim të vitit të ri: a do ta ndjekim Jezusin apo do t'i kërkoj Jezusit që të më ndjek mua? Jakobi po i shkruan asaj që teologët e quajnë diaspora, hebrejt e shpërndar. Këta hebrejnë që ishin bërë të krishterë ishin shpërndar në të gjithë zonën dhe Jakobi po u shkruan atyre këtë letër, librin e Jakobit. Dhe në këtë letër ai do trajtojë një çështje që është bërë e dukshme për të dhe ka të bëjë me faktin se këta besimtarë që kishin dalë nga judaizmi dhe kishin pranuar krishtërimin, kishin filluar të jetonin jetën sikur Perëndia të mos ekzistonte. Ata po vazhdonin me planet e tyre, po bënin punët e tyre, po bënin gjërat e tyre dhe Perëndia ishte lënë mënjan. Tani shumica prej nesh nuk e di se çfarë rezervon e ardhmja dhe kjo është diçka e mirë. Por është një pjesë e jona që kërkon ta ditë të ardhmen, është një pjesë e jona që do të ketë mundësi të jetë një hap përpara, nëse mund ta themi. Por Perëndia nuk e lejon këtë. Perëndia nuk na zbulon të ardhmen dhe sipas Shën Agustinit ne jemi të bekuar për shkak të kësaj. Ai thotë Perëndia nuk do t'i shkaktojë vuajtje njeriu duke i dhënë njohuri për gjërat që do të vinë. Sepse nëse do ta di begatin që e pret, ai do të ishte i shkujdesur dhe po të dinte vuajtjet e tij, do të bëhej i pandjeshëm. Perëndia e fshet të ardhmen nga sytë tanë dhe na kërkon që t'i besojmë atij. Dhe këtu në kapitullin e 4 të Jakobit, autori po u kujton lexuesve të tij se ndërkohë që nuk mund ta parashikojnë të ardhmen, ata duhet të mësojnë se si të bëjnë plane për të. Ata nuk duhet ta planifikojnë jetën e tyre pa e marrë në konsiderat Perëndin apo të përfiturojnë një të ardhme që nuk mund ta kontrollojnë. Ata nuk duhet ta bindin veten se kanë aftësinë për t'u përballuar me jetën me mençurinë e vet dhe me forcën e vet. Jakobi i paralajmëron lexuesit e tij për 3 gjëra që bëjnë, të cilat do t'i futin në telashe me Perëndin. Këtu kemi një lloj hiri që Jakobi na e përplas në fytyrë, disa këshilla, disa paralajmërime. Por mos lejoni që këto paralajmërime t'ju dekurajojnë, sepse Jakobi na i përmbledh të gjitha në fund. Ai na thotë se nëse nuk tregojmë të kujdesshëm edhe si ndjekës të Krishtit, ashtu siç ishin hebrejtë dhe krishterët të shpërndarë të cilëve u shkroi letrën, nëse nuk jemi të kujdesshëm, mund ta jetojmë jetën sikur Perëndia të mos ishte pjesë e saj. Gjëja e parë që mund të bëjmë, nëse jemi të kujdesshëm, është që ta jetojmë jetën pa Perëndin, Jakobi 4:13. Dhe tani ju që thoni sot ose nesër, do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë.
I gjithë kapitulli 4 i Jakobit flet për besimtarët që përpiqen të jetojnë jetën e tyre me forcat e tyre dhe nuk i besojnë Perëndis. Jakobi këtu po i demaskon këta biznesmen hebrejnë që bëjnë gjërat e tyre dhe e mënjanojnë Perëndin nga gjithë ky proces. Ndërkohë që këta tregtar duhen fajsuar që e lën Perëndin jashtë planeve të tyre, ai nuk i fajson ata që bëjnë plane. Në Bibël nuk thuhet asgjë që ne nuk duhet bëjmë plane. Nuk na thuhet asgjë që të na bëjë të besojmë se planifikimi është diçka e gabuar. Në fakt, në shumë mënyra, nëse shohim ato që do të shkërtojmë sot, kuptojmë se është paksa si një model plan biznesi. Problemi nuk qëndron te ajo që bënin tregtarët, por tek ajo që ata nuk bënin. Gabimi i tyre ishte mëkati i lënies jashtë, ata e lanë Perëndin jashtë këtij procesi dhe vazhdonin të bënin atë që donin të bënin, siç bëjmë ne shpeshherë. Ne bëjmë atë që duam të bëjmë dhe pastaj kërkojmë Perëndis që ta bekojë. Vini re se çfarë mund të bëni pa Perëndin. Donjëherë ne themi, "E po a nuk thot Bibla pa mua nuk do të bëni dot asgjë?" E po kjo nuk do të thotë se nuk mund të ngrihemi në mëngjes, që nuk mund të shkojmë në shtrat natën apo që nuk mund të ham darkë. Është e qartë që mund të bëjmë disa gjëra edhe pa Krishtin. Ky varg thjesht po thotë se pa Krishtin ne nuk mund të bëjmë dot asgjë që të ketë perspektivë të përjetshme. Por ne mund të bëjmë disa gjëra pa Perëndin edhe si besimtar. Dhe ja disa gjëra që ne mund t'i bëjmë pa Perëndin sipas Jakobit, ne mund të bëjmë plane pa Perëndin. Sot ose nesër, thon ata, ne do të bëjmë këtë. Ne do të bëjmë gjërat tona sot ose nesër. Një plan i mirë biznesi ka nevojë të ketë pak fleksibilitet dhe ata e kanë bërë këtë. Ata ose do ta bëjnë sot ose do ta bëjnë nesër. Dhe pastaj ne jo vetëm që mund të bëjmë plane pa Perëndin, por ne mund të piketojmë vende pa Perëndin. Do të shkojmë në atë qytet. Ata ulën dhe thanë sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet. Ishte një kohë interesante për këta biznesmen hebrejnë sepse ishte koha e themelimit të qyteteve. Në atë kohë, po themeloheshin qytete në të gjithë perandorinë dhe mënyra se si i themeluan ato ishte se u kërkonin disa patriotëve që ta bënin dhe pastaj hartonin plane stimuluese për të çuar biznese dhe njerëz në atë qytet në mënyrë që ai qytet të rritej. A ka mënyrë më të mirë për ta bërë se sa të gjejë një biznesmen hebre dhe ta sillje në qytetin tënd? Dhe ata pikërisht këtë bënin, ata po u mundsonin këtyre biznesmenve që të shkonin aty dhe kështu një ditë ata ulën, ta biznesmen të krishterë dhe thanë sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe vendosën gishtin në një vend në hartë, mbase vendosin kunj aty dhe thanë pikërisht këtu do të shkojmë. Pra ne mund të bëjmë plane pa Perëndin, ne mund të piketojmë vende pa Perëndin, ne madje mund të bëjmë diçka më të mirë se sa kjo. Ne mund të vendosim se kur do të shkojmë dhe se ku do të shkojmë dhe pastaj ne mund të vendosim se sa gjatë do të qëndrojmë aty. Ne mund të kontrollojmë periudha kohe pa Perëndin. Vini re se fraza tjetër në varg është do të rrim atje një vit. Këta të krishterë, këta biznesmen, këta ndjekës të rinj të Jezus Krishtit kishin vendosur se do ta përfundonin biznesin e tyre në një vit dhe ata supozonin se do të mund të qëndronin aty për këtë periudhë dhe kur të mbyllej viti do të ktheheshin në shtëpi. Dhe kjo është diçka shumë specifike. Në këtë ose atë ditë, ne do të shkojmë në këtë apo në atë vend dhe do të qëndrojmë atje për kaq apo aq kohë. Vini re numri 4, ata vendosnin dhe qëllime pa Perëndin do të tregtojmë. Është një frazë interesante në gjuhën greke, është fjala emporeumai, nga e cila rreth fjala emporium. Dhe emporium është një fjalë që ka kuptimin të udhtojë në një vend me qëllimin për të bërë biznes. Pra ata do të shkonin në atë qytet, ata do të ngrinin bizneset e tyre, do të qëndronin aty për një vit. Të gjitha këto ishin në planet e tyre. Dhe vini re ata nuk kanë mbaruar ende, madje do të llogarisin edhe fitimin e tyre pa Perëndin. Dhe do të fitojmë. Këta tregtar ishin të apasionuar për të pasur fitime. Duhet të them se kjo është arsyeja pse ata udhtonin, sepse ata tregtonin. Arsyeja sepse ata jetonin. Dhe Jakobi nuk po thotë se nuk duhet përpiqemi të fitojmë para nëse merremi me biznes. Ai nuk është kundër dëshirës për të bërë para. Ajo që ai po thotë është se ai plan që e lë Perëndin jashtë është një plan i bazuar vetëm mbi zotësinë njerëzore dhe nuk do të ketë asgjë nga ato që Perëndia ka qëllim për jetën tuaj. Si mund ta përfshini Perëndin në planet tuaja, nëse këto plane po shpalosen me shpejtësi marramendse çdo orë të çdo dite? Nuk është se ke kohë që të shkosh dhe të ulesh për një ditë të tërë në fillim të javës, duke ditur çdo gjë që do të ndodh, duke pyetur Perëndin për këto dhe pastaj të çosh dhe të thuash mirë Zot le të filloj.
Ne nuk mund të bëjmë atë që Perëndia do që të bëjmë në kulturën tonë sot, nëse bëjmë një plan vit pas viti me të, apo një plan muaj pas muaji, ose nëse jeni si shumë që thonë po çdo gjë shpirtërore që më nevojite e mora të dielën, tani do të bëj gjërat e mia gjatë javës. Madje këtë nuk mund ta bëjmë as ditë pas dite, ne sot po jetojmë çast pas çasti, a nuk është kështu? Prandaj duhet ta pyesim Perëndin çdo ditë, Zot, unë dua të ta nënshtroj ty jetën time sot, planet e mia janë të tuat, planet e tua janë të miat. Më ndihmo të jemi ndjeshëm ndaj çdo ndikimi që vjen në jetën time përgjatë këtyre 24 orëve që kam përpara. Kur të hap një email apo një mesazh apo kur të shoh Facebookun ose dikush të më sjell një shënim, më jep një ndjesi të pranisë tënde në të gjitha këto që ta jetojmë jetën të dy. Kjo është e vështirë për të bërë, është e vështirë për të bërë muaj pas muaj, javë pas jave, ditë pas dite. Unë mendoj se Perëndia po i kërkon këtij brezit ton gjithmonë edhe më shumë që të ketë një marrëdhënie me të, sikur ai të jeti ulur ngjitur me ne në tryezën e punës apo në makinë me ne, dhe ne të jemi partner me të në gjithçka që ta mbajmë marrëdhënien tonë të freskët, që të mund të kemi një ndjesi të pranisë së tij në jetën tonë, ndërsa jetojmë çdo ditë. Nëse nuk e bëjmë këtë, do të ngecim duke bërë gjërat tona, dhe mund mos jetë diçka e gabuar, mund edhe të mos na pengojë që të bëjmë diçka, por do të na pengojë për të bërë atë gjë që Perëndia do në jetën tonë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm që të mos jetojmë jetën pa Perëndin. Tani, këta tregtar bënin edhe një gjë tjetër, ata vendosnin për jetën pa Perëndin. Ata kishin një lloj mendësie që është shumë interesante dhe shumë arrogante nëse doni të dini të vërtetën. Vini re se çfarë thon në vargun 14, ndërsa nuk dini për të nesërmen, sepse çështjeta është avull që duket për pak dhe pastaj humbet. Në planifikimin e jetës së tyre, këta biznesmen merrnin shumë gjëra si të mirëqena. Ata kishin bërë shumë supozime, mbase duhet themi hamendësime. Së pari, ata dështuan që të kuptonin kompleksitetin e jetës. Shikoni se sa shumë gjëra këta tregtar në historinë e Jakobit numëruan si arritje, i morën për të mirëqena se mund t'i realizonin. Unë i mbajta shënim këto fjalë nga teksti. Sot, nesër, do të rrim një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Këto janë supozime nga ana e tyre, duke mos marrë parasysh se ata nuk kishin në kontroll as të vetes së tyre apo të ambientit. Gjëja e dytë që ata bën, supozimi i dytë që ata bën apo hamendësimi ishte se ata dështuan të kuptonin pasigurinë e jetës. Këta tregtarë nuk mund të kenë ditur atë që duhej që të dinin për të bërë një parashikim kaq të guximshëm. Deklarata e tyre ishte një arrogancë e pastër. Ata thanë, ne do të shkojmë, do të qëndrojmë, do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Dhe përmendja e një viti na sugjeron një arrogancë të qëllimshme dhe të llogaritur. Ata do të shkonin aty ku donin për aq kohë sa donin dhe ata do të bënin atë që bën për aq kohë sa donin vetë. Vendimi i tyre, së bashku me refuzimin për të marrë parasysh vdekjen, duket diçka kaq moderne. Unë jam zot i fatit tim, ose me fjalët e Frank Sinatrës, bëra sipas mënyrës time. Përgjigja për pasigurinë e jetës nuk është që të shtiremi sikur i kemi të gjitha përgjigjet. As që të dekurajohemi apo të bëhemi cinik sepse na duket sikur nuk kemi asnjë prej përgjigjeve. Jo, përgjigja është që të besojmë në mirësinë e Atij që i ka të gjitha përgjigjet. Samarzi është që të besosh në aftësitë tona njerëzore dhe të mos i besosh Perëndisë, që na krijoi dhe e di të ardhmen, sikur të ishte e tashmja, sepse për të kështu është. Dhe pastaj, sigurisht, gjëja e fundit që ata dështuan të kuptonin ishte shkurtësia e jetës. Në vargun 14, Jakobi na prezanton një nga pyetjet më të thella të Biblës, kur ai pyet, sepse ç'është jeta? Tani, kur ai e bën këtë pyetje, ai nuk po pyet nga se është e përbërë jeta, cila është përbërja apo konteksti i jetës suaj. Ai po bën një pyetje për kozgjatjen e jetës. Sa kohë zgjat jeta jon? Dikush ka thënë ai po pyet për pjesën mes datës së lindjes suaj dhe datës së vdekjes. Çfarë është jeta jon? Dhe pastaj ai përgjigjet. Ai thot është avull që duket për pak dhe pastaj humbet. Tani kjo mund të na brengos nëse nuk e trajtojmë ashtu siç duhet, veçanërisht për disa prej nesh që kanë kaluar shumicën e jetës së tyre. Por kjo nuk është thënë për të na brengosur, është bërë për të na dhënë një mësim. Dëgjoni me kujdes. Jeta është e shkurtër. Ashtu është me të vërtet.
Dua të them se kur jemi të rinj dhe fillojmë të jetojmë jetën, na duket sikur jeta jonë ecën shumë ngadalë dhe zvarritet mezi presim ditëlindjen e radhës. Sa prej jush e din se kjo ndalon diku në mes të jetës tuaj. Dhe pastaj mendojmë, "Oh, mos, po na vjen ditëlindje tjetër. Kjo duhet të jetë shaka, unë sapo e festova ditëlindjen." Nuk do ta llogaris këtë, do ta kaloj këtë dhe do të pres tjetrën. Jeta ecën shpejt. Arsyeja sepse e di që kjo është e rëndësishme për ta menduar është se Perëndia i plot fuqishëm e ka vendosur në shkrim në shumë vende me metafora për të na ndihmuar që ta kuptojmë. Ja se si na thot fjala e Perëndis që të mendojmë për jetën, më dëgjoni me kujdes. Na tregon se jeta është shumë e shkurtër dhe që ne të mund ta kuptojmë këtë na jep disa përshkrime. 1 Kronikave 29:15, ditët tona mbi tokë janë si një hije. Jobi 7:6, ditët e mia janë më të shpejta se masuri i një enci. Jobi 7, kujtoj që jeta ime është një frym. Jobi 9, tani ditët e mia kalojnë më shpejt se një vrapues, ikin shpejt, si anijet prej xungthi, si shqiponja që sulet mbi gjaun e vet. Jakobi 14, njeriu i lindur nga një grua jeton pak ditë dhe është plot shqetësime, mbin si një lule, pastaj pritet, ikën me vrap si një hije dhe nuk e ka të gjatë. Psalmi 39, ja ti i ke paksuar ditë e mia, sa është e gjatë një pëllëm dhe zgjatja e jetës sime është si asgjë para teje. Psalmi 102, vargu 3, sepse ditët e mia davariten si tymi. Psalmi 103, 15 dhe 16, ditët e njeriut janë si bari, ai lulzon si lulja e fushës, në qoftë se era i kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më. Një pastor jugor predikoi një mesazh me këto vargje dhe ja se çfarë theksonte ai. Jeta është si bari, ai mbillet, ai rritet, ai korret dhe pastaj zhduket. Ajo që po pyeste ai është kjo, sa kohë zgjat? Pse do ta bënte këtë pyetje në këtë kontekst? Dhe nëse ndërmarrim një udhtim biznesi me kokën tonë dhe e lëm jashtë Perëndin, mund të humbasim shumë nga jeta gjatë këtij procesi, jam dëshmor njëri për këtë? Dhe disa prej jush mund ta kenë bërë këtë udhtim apo jo? Jeni gjendur në këto shtigje dytësore kur reflektoni se si Perëndia kërkon që t'ju udhëheq. Dhe kështu humbisni shumë nga ajo energji që Perëndia ju ka dhënë. Çfarë është jeta juaj? Por arsyeja sepse është në këtë pasazh është se këta biznesmen po hamendsonin se kishin një përjetësi për të bërë atë që donin dhe mund ta planifikonin të ardhmen sikur ajo të ishte në kontrollin e tyre. Ju e dini që s'mund ta kontrolloni jetën. Asnjë prej nesh nuk mundet, asnjëri. Në Dhjatën e Re Jezusi tregon një histori për një biznesmen shumë të pasur që pa drejtë së ardhmes dhe vendosi se çfarë do të bënte. Ky njeri ishte fermer dhe ati duhej të ndërtonte ambar më të mëdhenj dhe arsyeja për të ndërtuar ambar më të mëdhenj ishte që të bënte më shumë para dhe pastaj do të dilte në pension. Hapini Bibla tek Luka kapitulli 12 ku ai thot: "Dhe pastaj do t'i them shpirtit tim, shpirt, ti ke pasuri të shumta të shtëna për shumë vjet. Pusho, ha, pi dhe gëzo." Me fjalë të tjera, është koha për të luajtur. Në këtë shembulltyr, Jezusi thot se ky njeriu u quajti pa mend. Jo sepse ai po bënte plane për të ardhmen, por sepse ai mendonte se e kontrollonte atë. Pikërisht natën kur ai kishte bërë me kaq kujdes planet e tij, ai vdiq. Pikërisht atë natë. Dhe u bë përmbushje një fjalë të urtë në Dhjatën e Vjetër që thot: "Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjellë një ditë." Nesit krishterë mund të bëjmë shumë gjëra duke lënë Perëndin jashtë skenës. Ne mund të bëjmë plane, ne mund të përcaktojmë programe, ne mund të bëjmë hamendësime. E vetmja gjë që s'bëjmë dot është të kontrollojmë ndonjërin prej këtyre. Ne jemi plotësisht në mëshirën e Perëndis për të gjitha këto. Prandaj, cili duhet jetë qëndrimi ynë ndërsa përballemi me ditët e pasigurta të së ardhmes? Mendoj se është shumë e qartë ajo që psalmisti përpiqet të na ndihmojë të kuptojmë kur i shkruan këto fjalë. O Zot, bëm të njohur fundin tim dhe cila është masa e ditëve të mia, vepro në mënyrë që unë të di sa i brisht jam. Ose dëgjoni këtë tjetrin, Psalmi 90:12. Na mëso pra të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë. Ajo që po na thot psalmisti është kjo: është mirë që ne të kuptojmë sa e shkurtër është jeta që të mund të çmojmë çdo pjesë të vetme të saj dhe të mos marrim as edhe një ditë si të mirëqen. Amen.
Tani e gjej veten që kur çohem çdo mëngjes, një nga gjërat e para që bëj është të falenderoj Perëndin për një ditë më shumë. E bëni këtë? Perëndia na jep çdo ditë si një dhuratë nga qielli. Falenderojeni atë për ditën që keni përpara natës së gjumit që shijoni, por edhe për dhuratën e një dite të re, sepse me të vërtet, jeta është një dhuratë nga Perëndia. Duhet ruajtur si thesar, ajo duhet çmuar, ajo duhet vlerësuar, por ajo nuk duhet shpërdoruar kurrë, sepse jeta jon është në duart e tij. Tani ka disa njerëz që do t'i marrin këto mësime dhe do ta përdorin shkurtësinë e jetës si një arsye për të marrë prej saj çdo kënaqësi të mundshme. Ata mund thonë, e po njeriu jeton për një kohë kaq të shkurtër, prandaj do të gjejë një vend të sigurt. Do të jetojë në një fluck, nuk do të bëj asgjë për të rrezikuar veten, nuk do të ndërmarr asnjë rrezik sepse jeta është shumë e shkurtër. Dhe pastaj ka të tjerë që do ta përdorin shkurtësinë e jetës si një arsye për të mos bërë asgjë. Por ka edhe të tjerë që do ta përdorin shkurtësinë e jetës si arsye për të jetuar me arrogancë çdo natë, çdo ditë. Ha, pi dhe gëzo. Jakobi na thotë se shkurtësia e jetës është një arsye për të ecur me përulësi me Perëndin. Thjesht eci me përulësi me të, që çdo ditë eci me Perëndin duke ditur se kjo është dhurata e Perëndisë për mua, kjo ditë, këto çaste janë dhurata e Perëndisë për mua. Falënderit Zot që më ke dhënë këtë ditë. Së fundmi ka dhe diçka që mund ta bëjmë pa Perëndin. Unë ju thash se janë 3 gjëra. Ne mund ta jetojmë jetën pa Perëndin, ne mund vendosim për jetën pa Perëndin. Por këtu në fund të këtij pasazhi zbulojmë se këta biznesmen po e përshkruajnë jetën pa Perëndin. Vini re, ju përkundrazi mburreni në arrogancën tuaj, çdo mburrje e tillë është e keqe. Ai pra që di të bëjë të mirën edhe nuk e bën mëkat. Chelsea për kuptuar sepse këta tregtar të Krishterë ishin krenar dhe arrogant, gjendet në vargun 16. Ata planifikuan pa Perëndin sepse menduan se ishin zotër të fatit të tyre. Ata amencuan për të nesërmen sepse menduan se nuk do të ndodhte asgjë që ishte jashtë kontrollit të tyre. Ata i zvarritën gjërat sepse menduan se mund ta bënin edhe nesër atë që nuk e bën sot. Në tekstin në greqisht, fjala arrogancë është në numrin shumës. Prandaj në të vërtet, fjalia është kështu: ju mburreni në arroganca tuaja. Ju jeni shumë krenar për gjërat që keni bërë. Unë e bëra vetë, unë e bëra pa ndihmuar askush dhe në shumë raste unë e bëra pa Perëndin. Dhe Jakobi nuk ndalon këtu. Ai na tregon se si të mos e jetojmë jetën. Dhe pastaj na tregon se si ta jetojmë jetën. Dhe Chelsea për këtë gjendet e një shprehje e shkurtër dhe nëse bëni shënime në Biblën tuaj, kjo shprehje e dur është fjala në vend që. Në vend që është pika kulmore e pasazhit. Mos bëni këtë, mos bëni atë, mos bëni as atë, në vend që vini re vargun 15. Në vend që të thoni në dasht Zoti dhe në paçi mjet, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. A nuk është kjo ajo që Jezusi na mësoi te lutja e Zotit? U bëft vullneti yt në tokë si në qiell? A nuk është kjo ajo për cilën Jezusi u lut në kopshtin e Getsemanis kur tha: "Megjithatë mos u bëft vullneti im, por yti"? Nëse keni lexuar ndonjëherë letrat që janë të vjetra, në për libra historie apo në koleksione letrash që ju janë dhënë ju nga paraardhësit tuaj, mbase e keni vënë re se në disa letra gjendet një poshtë janë shkronjat D.V. DV. E keni vrarë ndonjëherë mendjen se çfarë kuptimi kanë? Më lejoni t'ju tregoj. Janë këto shkronja që përfaqësojnë 2 fjalë latinisht, Deo volente. D për Deo dhe V për volente. E dini ç'kuptim kuptim kanë? Në dasht Zoti. Deo volente, në dasht Zoti. Pra në të shkruarën njerëzit i shkruanin letra dhe përshkruanin gjërat që do të bënin dhe pastaj përfundonin letrën me shkronjat DV në dasht Zoti. Dhe këtë na thot Jakobi që duhet të bëjmë si ndjekës të Krishtit. Ne duhet të bëjmë planet tona, ne duhet të përfshijmë Perëndin në planet tona dhe gjithmonë duhet i kushtojmë këto plane me shkronja DV në dasht Zoti. Dhe nëse studioni Dhjetën e Re, do të zbuloni se në Dhjetën e Re kemi shumë shembuj për të jetuar jetën në këtë mënyrë. Lexova librin e Veprave të Apostujve dhe disa nga letrat që ka shkruar Pali, dhe për abin time zbulova se kjo shprehje e shkurtër gjendet kudo. Për shembull, Pali u thot hebrejve në Efes se ai do të kthehet mes tyre për një shërbes të ri për të rirë në dasht Perëndia. Veprat 18:21. U shkruajti Korintasve se planifikonte të vizitonte sërish në dasht Zoti, 1 Korintasve 4:19. Dhe do të qëndronte me ta për një kohë të gjatë në dasht Zoti, 1 Korintasve 16:7.
Dhe ai nënkuptonte në deklaratën e tij se donte të shkonte në Filipi, ai thotë se besonte në Zotin se do të shkonte në Filipi. Këtë shprehje të shkurtër e gjejmë shpesh çfarë po bën Pali. Ktu kemi një nga drejtuesit më të fortë dhe më të mëdhenj që do të studionin ndonjëherë në histori, sidomos në historinë e Krishtërimit. Ai gjithmonë i kushtëzon planet e tij dhe qëllimet e tij me vullnetin e Perëndis. Unë dua që të vite ju nëse është në vullnetin e Zotit. Unë dua të qëndroj me ju nëse është në vullnetin e Zotit. Unë dua që ju të rriteni dhe të maturoni në besimin tuaj sipas Hebrejve kapitulli 6:3, në e lejoft Perëndia. Prandaj ne duhet lutemi në këtë mënyrë. Në vend që të bëhemi arrogant dhe të nxjerrim planet tona përpara fytyrës së Perëndis me një kërkesë të guximshme dhe arrogante, Zot, ja se çfarë do të bëj dhe do ta vlerësoja nëse ti mbusqesh për këtë, ne duhet shkojmë tek ai me përulësi dhe t'i themi, Zot, dua të bëj vullnetin tënd. Dua që të bëj atë që ti do. Unë dua të di në zemrën time çdo ditë sapo zgjohem se po bëj atë që duhet të bëj. Kjo është një nga gjërat për cilat jam plotësisht i sigurt. Unë nuk kam shumë njohuri, por di një gjë me siguri, po bëj atë që duhet të bëj. Dhe ky është një ngushëllim dhe inkurajim shumë i madh. Dhe të gjithë ne duhet ta dimë këtë nëse ja nënshtrojmë jetën tonë vullnetit të Perëndis. Jo të gjithë do të bëhemi predikues, mësues, këngëtar apo drejtues në një kish. Perëndia nuk na ka thirrur të bëjmë këtë, por ai thret se cilin prej nesh të bëj diçka. Dhe kur ne ja nënshtrojmë jetën tonë vullnetit të Perëndis, ne përfundojmë duke bërë atë që duhet të bëjmë. Dhe më lejoni t'ju tregoj diçka që e kam zbuluar. Ajo që këta biznesmen kishin planifikuar të bënin për një vit dhe të merrnin fitime, nuk ishte asgjë në krahasim me atë që Perëndia donte të bënte për ta nëse ata do t'ja kishin nënshtruar atij vullnetin e tyre. A e dini çfarë është e gabuar në planet tona? Janë shumë të dobta. Planet tona janë shumë të pamjaftueshme. Plani që Perëndia ka për jetën time është shumë herë më tepër se çdo gjë që mund të kem ndruar për jetën time, e njëjta gjë është e vërtetë edhe për ju. Prandaj pse do të donit që ta filloni këtë vit të ri duke thënë Zot Perëndi, kjo është ajo që do të bëj, do ta vlerësoja nëse më ndihmon që ta bëj. Në vend që të thoni Zot Perëndi, unë e di që ti ke diçka që do të bësh me jetën time këtë vit dhe jam i gatshëm ta bëj, thjesht më trego se çfarë është. Dhe së bashku do të kemi një vit të jashtëzakonshëm. Unë ju inkurajoj që Perëndin ta bëni pjesë të planifikimit dhe gjithashtu të pranoni se plani i tij për ju është më lart dhe përtej çdo gjëje që mund kërkoni apo të mendoni. Prandaj dua t'ju pyes sërish, këtë vit, a do ta ndiqni Jezusin apo do t'i kërkoni Jezusit që t'ju ndjek juve? Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishë zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.